Përshëndetje miq të dashur. Pas ka dalë prap Gango, duke mbrojt Gangon tjetër, shefin e saj të partisë. Vetëm të ndëgjojmë një lutem. Okej? Shkojmë. Me pa nga afër një njeri i cili ka qenë në gjendje të vdes në luftë për liri këtij vendi, po gjithashtu ka qenë në gjendje të punojë 24 orë që këtë vend ta bëjtë të dinjitetshëm, ta nxjerr nga balta, ta bëjtë barabartë. Shtarë do ndëgjojmë se si ka o konë gjendje me vdekje mas lufte. Para lufte, respekt, okej, për që të cilin, po për mas lufte do ndëgjojmë, vetëm vazhdo dhe pak ti. Në qytetet tjera, kështu që për mu, Zotri Loshtaku i ka meritat e veta, s'qoftë në luftë, s'qoftë në paqe, sepse tash prit, tash ngo. Ata që i shojnë e fynë gjakun e tërën, ata që shojnë ushtarët e ushtrisë të Kosovës, unë mendoj që njëherë e për gjithmonë duhet me unë stop. Po me Allah e pa tja që nëmën e pa lykës, hiç lërgë. Pasha zëtën, pa tja ka du. Gale, a pa të fjallin për qëtë person në fjallë, për ndyshi Samir Shtakun, njëri paqes, apo e pa ta gabim. Që s'pe kuptoj vallaj. Shkojmë. Nuk e kisha lonë, pash me paskonaj, i biri i Adem Jasharit, Gane, përsërim pa që ki fjallin, kush i pas ka sha qlirimtar, a popleja ju. Të më honë ju pas ke luftu, për i marrin dorë, na jem këto dhe pikë s'ka kërkush tjetër. Ka kaluaj kapitull, oj gone, o Samir Shtako. Jem ka përqyto sanë mu, jem 20-25 vitin, qëllë njësit pak. Popull, e dua shumë. Vetëm e libra shkohet për para. Jo me kry mrapa, po me kuk për para. Respekt i dua tonë.